Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan shtetësin FK 20 vjeç që banues në fshatin Bardhaj, pasi u kap duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Specialistët për hetimin e krimeve dhe Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin IA, 50 vjeç, banues në Kosovë, pasi ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj ish bashkëjetueses së tij. Gjithashtu këta specialistë referuan materialet në prokurori për vlerësim pasi dje shtetasi KD 29 vjeç që banues në fshatin Grudere, duke drejtuar automjetin ka humbur kontrollin dhe përpasoj, automjeti është përplasur me një mur. Nga përplasja janë shkaktuar vetëm dëme materiale, automjeti u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Specialistët për hetimin e krimeve të postës së policisë Theth referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin XI 26 vjeç, pasi ka kryer punime ndërtimi pa leje. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë për gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprimet të mëtejshme.